na jep shkrimje, shpata me dy teja që ndan. Kjo është e papastër, kjo në këtë rast është e pastër, duhet të hahet, është e mirë. Jo çdo gjë është e mirë, që ka miu, që ka bretkosa helmuse, që ka gjarpri, lakuriçi natës, deri, që kanë të mira, sepse është shenjtëruar nga fjala dhe nga lutja, dhe sot masandaj bëjmë të tëra ato praktikat pagane katolike. Po ta ve miun përpara me derin, me bretkosën, me midhje, me koce, dhe po të lutemesh, lutja masandaj që shenjtëron e pastrovi miun. Është fjala e Levitit ku 11 që ndan, kjo është e mirë, kjo nuk është e mirë. Lere, ka vendosur atë thot për strukturën e ekosistemit që të vendoset balanca, thot, ka një qëllim ato kafshë që unë kam krijuar. Po jo çdo gjë mund të hahet. Unë nuk kam gërë asnjë gjë të papastër apo të ndotur, dhe Pietri tha, si fjalën koinos, që ishte e ndotur ritualisht me duar të palara, një ushqim i mirë ndoteshe me duar të palara, masandaj ata e quanin si të zakonshëm, nuk e ha. Okej, pali tha për ndërgjegjen tënde, ti mos e ha, thot. E di që në ndërgjegjen tënde ky ushqim që ke marrë në pazar, ti mendon se është dhënë idhujve, okej, lere, mos e ha, thot. Po ti thot, pse në këtë rast kur ai nuk do të haj, do të haj vetëm barishte, do të haj vetëm sallatën, marulen. Ti pse thot je kundra vëllait, thot, ti që ke besimin në këtë rast të plotë, përse shkon? Dhe ja ku po flet për atë dashurinë në këtë rast të vllazërore që tjetë pa hipokrizi, në harmoni me Romakëve 14.